Kryetari i PDK-s në Kosovë Memli Krasniqi ka dhënë dorëheqjen. Në parlamentin e Dardanis ai kishte deklaruar: "Çoni bre burra, jeni shkojmë atje tek ura, jeni pra të shkojmë Mitrovic." Por nuk i linte partia. Tashmë, sipas burimeve të mia, ai ka premtuar se do të bëjë një koncert falas për fitoren e 10 komunave serbe, të cilën PDK-ja dhe LDK-ja i kanë votuar të gjitha. Dhe më e forta ishte pikërisht amnistia për kriminalët. Kështu, ndofta këta kriminalet do ta sponsorizojnë dhe duar torkasin pikërisht këngëtarin e Tallavas, i cili kujton se politika dhe shteti janë një tavë ku ai mbledh parat në koncert. Kështu i dashur mik, jeta është teatër ku pjesa më e bukur luhet në skenë. Ju dini të këndoni. Këndoni, për qeverinë është mirë kur populli është i lumtur dhe këndon. Nuk e gjen që qeveri.